Në kulmin e sezonit turistik, një aksion i ndërmarrë nga Bashkia Lezhë në plazhin e Shëngjinit ka sjellë përplasje me operatorët turistik. Ndërhyrja për lirimin e hapësirave publike u zhvillua në bashkëpunim me Policinë e Shtetit dhe përfshiu sekuestrimin e 10 shezlongëve dhe çadrave të vendosura përgjatë vijës bregdetare. Përfaqësues të bizneseve shprehen pakënaqësi për mënyrën se si u zhvillua aksioni, duke pretenduar se ai u realizua pa paralajmërim në një moment kur plazhi ishte i mbushur me pushues, përfshirë dhe turistë huaj të ardhur përmes agjencive turistike, mes tyre dhe nga Polonia. Ne kemi fillu me aksion në bashkëpunim edhe me Policinë e Shtetit, duke shikuar çdo lloj hapësire publike në mënyrë korrekte të kthehet pushuesve që duan të bëjnë turizëm, pushime në Shëngjin. Të realizojnë qëllimin e tyre në hapësirat publike, ndoshta ato nuk dojnë edhe në shërbimin e tyre ta kryejnë në plazhet që janë me pagesë, me çmime tarifuar prej bashkisë, por dojnë edhe në hapësirat që janë krejtësisht publike. Ne garancia jonë është i kthejmë qytetarëve gjitha hapësirat publike që ne i kemi miratuar në Këshill Bashkiak dhe të garantojmë një sezon turistik sa më cilësor për to. Sot bashkë me Policinë e Shtetit u liruan disa hapësira dhe po vazhdojnë puna për lirimin e hapësirave të tjera dhe të realizojmë një sezon sa më të mirë dhe sa më të suksesshëm. Sipas një prej operatorëve, subjekti disponon të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, përfshirë lejet për ushtrimin e aktivitetit dhe planin e miratuar për vendosjen e shezlongëve, ndërsa janë shlyer edhe të gjitha detyrimet financiare ndaj institucioneve. Unë kam aplikuar, kam paguajt lekët në bashki si çdo vit. Kam bërë kërkesën për rinovimin 5 vjet u bën që shfrytëzoj një kështu parcelën. Tash i thonë këto, vinë në mes të ditës, çojnë pushuesit e huaj, na jemi të lidhur me agjencitë huaj polake, i çojnë nga ato pasi lloj njoftimi. E kanë kthy, ne s'mund ta kontrollojmë, e kanë kthy në hapësinë publike. Kena leje në taksat e paguajt me të krejta. I kena këtu me mandate me gjitha, tash ne kanë dhënë bile dhe plan çaj quhet vendosjen se ku është, me leje me të krejta. Për mua jetën tonë turizmin, po kjo shkatron turizmin. Për mua. Kjo shkatron turizmin. Kjo është një pronë shtet faktikisht. Shteti na ka dhënë, shteti ta mori, po jo kështu pa barazi, se kanë të tjerë që kanë 4 hapësina që nuk i shfrytëzojnë dot. Nga ana tjetër, Bashkia Lezhë thekson se kontrollet janë zhvilluar pas përfundimit të afateve për pajisjen me kontrata dhe leje. Sipas drejtorit të turizmit, Renaldo Xhanej, gjatë verifikimeve u konstatuan raste të zënjes së palishme të hapësirave publike, ndërsa qëllimi i aksionit është garantimi i aksesit të lirë të qytetarëve dhe pushuesve në Bregdet.